ka asnjë shans dhe nuk duhet legalizohet. Po, më së pari... Ndërkohë që zonja atje tha më mirë të legalizohet se kanë marrë rrugët gratë, tha. Më së pari duhet të nisim nga çështja themelore. Pra, kemi kthyer trupin e gruas në një mall që blihet. Ka qenë. Atëherë, nëse më thoni që është sipas asaj shpresë famshme është zanati më i vjetër në botë, jo, ka qenë, ka lindur me njerëzimin, nuk mund të thuash që kemi kthyer ne tani. Është diskriminimi më i vjetër në botë. Nuk është zanati më i vjetër në botë, është diskriminimi më i vjetër në botë. Dhe sot, në momentin që ka ekzistuar ideja për ta futur brenda kornizës ligjore, jo vetëm për ta legalizuar, për ta quajtur një profesion, siç quhet ndryshe punojësit e seksit, po në të njëjtën kohë ka pasur dhe një reagim shumë të fortë nga koalicioni kundër trafikimit të grave, sepse është parë që jo vetëm kjo depenalizimi i këtij fenomeni nuk e ka ulur numrin, por nuk ka ulur as numrin e trafikantëve që e kontrollojnë. Sot ju flisni për vende siç janë Hollanda, siç janë Belgjika. Ajo që gratë pretendojnë është që mos kërcënohen nga policia dhe të mund të punojnë vetë sepse tutori shërben më shumë për t'i garantuar, për të paguar policin, për të paguar të... Në momentin që është depenalizuar ky akt, nuk ka patur më pak trafikantë që i kanë kontrolluar gratë. Ka qenë po njësoj, 90%, edhe sot, 90% e këtij tregu e kontrollojnë trafikantët edhe në vende si Hollanda. 21 miliard euro Gjermania nga shfrytëzimi i prostitucionit. Nuk më interesojnë fare, nuk janë paratë e trupit një gruaje, nuk janë ato që më interesojnë për zhvillimin ekonomik një vendi dhe për zhvillimin e turizmit. Pra, çështja e parë është fakti, trupi i gruas dhe trupi i njeriut nuk është një monedhë që duhet shitet dhe të blihet. Dhe kjo për mendimin tim është një koncept moral me cilin lind njeriu në këtë botë, kur vjen në këtë jetë. Çështja e dytë, në të gjitha vendet që kemi patur një legalizim të prostitucionit, nuk kemi patur më pak trafikant. Pra janë po të njëjtë trafikant që kontrollojnë. Ju më flisni për Hollandën, po e dini që 95% e personave që ushtrojnë prostitucionin në Hollandë nuk janë holandez apo nga vendet e zhvilluara. Ato vinë nga vende siç janë Rumania, Ukraina. Jo, një moment. Vinë nga vendet e varfra. Pra, është përsëri, janë përsëri disa gra që futen në këtë cikël dhe thonë të punojmë disa vite dhe dalim prap. Pra, është përsëri një mënyrë në cilin diskriminimi i bartur për kohë e kohë të tëra e përdor si një mënyrë, jo një mënyrë e kënaqur, një mënyrë poshtëruese tek e fundit që është për një grua, por e përdor me mënyrën e tillë që të shkojmë, të kemi mundësi që të marrim të marrim veten ekonomikisht dhe pastaj të ritërhiqen nga ky lloj profesioni. Ajo që ka ndodhur në fakt është jo vetëm që nuk ka hikur trafiku dhe trafikantët, jo vetëm që nuk është ulur numri i minorenave, se mos harrojmë që kemi një plagë të tmerrshme minorenët, por nga ana tjetër duke afruar këtë ombrellë ligjore ndaj ushtruesave të prostitucionit, kemi patur një mënyrë edhe që të ndihmohen edhe klientët dhe personat të cilët e ushtrojnë. Në fakt ka dy modele sot. Njëri është ky model që ju thoni që është Gjermania, cilën e ka depenalizuar krejtësisht prostitucionin, është një modeli nordik që quhet, që është modeli veriut, që ka depenalizuar vetëm gruan që e ushtron prostitucionin, pra personin që ushtron prostitucionin, por jo klientin, pra ka dënuar klientin. Pra nuk dënon gruan që ushtron, po dënon atë që e josh përmes parave. Ka patur, le të themi, rezultat më të mirë. Ajo që nuk pyetja e vetme që nuk shtrohet dhe nuk e di pse ka dalë kaq jashtë mode kjo është. A ka një moral kjo shoqëri? A ka ca vlera që neve duhet i ruajmë? Tek e fundit se Gjermania, Austria janë pa vlera. Jo, një moment. Kam një problem me këtë çështje. Nesër në momentin që ti ke futur brenda suazës ligjore, ty vajza në shtëpi të vjen të thotë, siç është profesioni i avokatit, i doktorit, i inxhinierit, i arkitektit, është prostitut. Dhe thotë bab, do vi nesër do bëjmë prostitut, sepse është një profesion i nderuar si gjithë tjerët. Pra, ai kuptoni çfarë po bëjmë? Po krijojmë mundësinë që të kemi jo vetëm një shturje totale, po të krijojmë mundësinë që të kemi një të ardhme shumë të keqe për fëmijët tanë. Dhe këtë nuk po justifikon asnjë monedhë, asnjë shkëmbim monetar. Pra, kjo është një pikpyetje shumë e madhe, nuk më tregon dot që zhvillimi ekonomik i vendit duhet bazohet mbi prostitucionin dhe hashashin. Se kjo është marrëzi që ta mendosh, domethënë trekëndshi, plera, hashash dhe prostitucion është një marrëzi që ka dëgjuar shumë dhe nuk është i rastishëm dëgjoni, nuk është i rastishëm. E kemi parë gjithmonë që në momentin që fillon